Kryeministri Kristian Mickoski informoi se të premten dhe të shtunën pritet të mbahen takime me partnerët e koalicionit nga Vlenë dhe Znam, ku do të diskutohet për rikonstruimin e paralajmëruar të qeverisë. Siç deklaroi sot Mickoski, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve pas vizitës në Spitalin e Përgjithshëm të rikonstruar në komunën e Strumicës, bashkëpunimi mes ВМРО-DPMNE-s dhe Vlenit vazhdon si deri më tani. Во петок и во сабота се закажани средбите со коалицијските партнери од Вреди и од Знам. Për të premten dhe të shtunën janë caktuar takimet me partnerët e koalicionit nga Vlenë dhe Znam. Tani nuk jemi para zgjedhjeve, por në gjysmën e dytë të mandatit kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht korrekt dhe miqësor me Vlenin dhe pres që të vazhdojmë me të njëjtën frymë. Pas realizimit të bashkëpunimit ton pas zgjedhjeve të vitit 2024, pasuan zgjedhjet lokale ku ata fituan mbindshëm në 10 komuna. Prandaj nuk shoh asnjë pengesë që ky bashkëpunim të mos vazhdojë. Mickoski kishte deklaruar më herët se me rikonstruimin do të merret pas përvjetorit të partisë. Kjo nënkupton se takimet me partnerët qeveritar Vlenë dhe Znam mund të nisin ditën e ardhshme me qëllim rikonfigurimin e kabinetit qeveritar. Kryeministri ka theksuar se fokusi gjatë rikonstruimit do të jetë më shumë te cilësia dhe përmbajtja sesa te numri i ndryshimeve. Mickoski ka përsëritur disa herë se, përveç zëvendësimit të disa ministrave, janë të mundshme edhe rokada të resorëve ndërmjet partnerëve të koalicionit, nëse në tavolinë paraqiten propozime më cilësore kadrovike se ato aktuale. Paralelisht me rikonstruimin e qeverisë, në opinion po qarkullojnë edhe spekulime për zgjedhje të parakohshme parlamentare në pranverën e vitit 2027, megjithse kryeministri ka theksuar vazhdimisht se është për zgjedhje të rregullta në vitin 2028, përveç rasteve kur, siç ka thënë ai, opozita e provokon një gjë të tillë.